Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria shqiptare heq vizat për arsye turistike me 5 vende deri më 31 dhjetor nga Azia, Lindja e Mesme dhe e Largët. Në mbledhjen e qeverisë u miratua propozimi për lehtësimin e procedurave dhe kritereve për pajisjen me vizë të shtetësve të huaj që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nga 15 prilli deri më 31 dhjetor, si afati i fundit, hiqen vizat për udhëtarët nga Arabia Saudite, Katari, Omani, Tajlanda dhe Indonezia. Për shkak të sezonit turistik, hyrja e shtetësve të 5 vendeve në fjalë do të bëhet me pasaport. Ndonse është vendosur për lehtësimin e kushteve të udhëtimit drejt Shqipërisë, strukturat e policisë së shtetit dhe drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin kanë intensifikuar masat për garantimin e sigurisë dhe përmirësimin e kalimit kufitar për qytetarët dhe turistët. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha së bashku me përfaqësues të policisë kufitare dhe drejtoren e drejtorisë vendore për kufirin Silvana Sula inspektuan ambientet e aeroportit. Në sezonin e kaluar me 12 milion turist patëm 0 incidente për sa i përket konflikteve, veprave penaleve që i ndodhin turistëve. Pra kjo është një shifër që në vendet e Bashkimit Evropian tashmë është vështirë për të gjendur. Ndërsa drejtoresha e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin në Tiranë, Silvana Sulej, bëri të ditur se janë marrë masat për përballimin e fluksit në rritje. Përfaqësues të policisë kufitare deklaruan se organizimi aktual i punës është në përputhje me praktikat më të mira europiane dhe ndërkombëtare, duke synuar identifikimin dhe parandalimin e çdo rasti të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara. Kemi një organizim dhe një standard struktur pune të tillë që të eliminojmë çdo rast të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara, të rrisim sigurinë e udhëtimit ndërkombëtare, sidomos linja me risk drejt Shtetit Bashkuara apo Britanisë së Madhe, si dhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në shkëmbimin e informacioneve në kohë reale me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Qeveria shqiptare do të ofrojë dhe 2 ditë pushim administratës në datat 15 dhe 16 maj. Këshilli i Ministrave vendosi që punojësit e institucioneve me cilin 4 bashki, Tiranë, Kams, Vorë dhe Kruj, do të jenë pushim pasi më 16 maj në Tiranë do të organizohet samiti i Komunitetit Politik Evropian dhe do të mblidhen liderët e të gjithë kontinentit evropian. Nga ky vendim përjashtohen forcat armatosura të policisë së shtetit, të Gardës së Republikës, të shërbimit zjarfikës dhe të punojësve të sistemit shëndetësor. Zëvendësimi i këtyre datave pritet të bëhet brenda vitit 2025. Bota. Donald Trump njofton pezullimin e tarifave për 90 ditë. Nga ky vendim përjashtohet vetëm Kina, që do të paguajë 125% dhe kjo tarif hyn në fuqi më njëherë. Bazuar në mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj tregjeve botërore, unë po e rris tarifën e vendosur ndaj Kinës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 125%. Hyn në fuqi më njëherë, shkruan Donald Trump në rrjetin social Truth Social. Presidenti amerikan njoftoi gjithashtu një pauzë 90 ditore të tarifave të reja për 10 vende. Ai tha gjithashtu se ka ulur tarifat në 10%. Kina ju kundërpërgjigj Donald Trump me një tarif për mallrat e importuara nga SBA me 84%. Vendimi u konfirmua nga Ministria e Financave e Kinës. Rritja e tarifave nga 34% erdhi pasi të mërkurën hyn në fuqi rritja e tarifave nga presidenti amerikan Donald Trump për mallrat kineze. Pekini u bëri thirrje vendeve të tjera që të bashkohen kundër tarifave të Trump. Uniteti global mund të triumfojë mbi tiraninë tregtare, thuhet në një editorial në gazetën shtetërore China Daily, duke vënë në dukje bashkëpunimet e Pekinit me Japoninë, Korenë e Jugut dhe ekonomitë të tjera aziatike. Pas njoftimit të Trump për tarifa doganore, Bashkimi Evropian bëhet gati për të ngrirë kundër masat. Le të përfitojmë nga këtë muaj, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ruajtja e marrëdhënieve të ngushta transatlantike është një përgjegjësi e përbashkët përballë turbullirave aktuale. Prandaj le ta shfrytëzojmë sa më mirë 90 ditëshin e ardhshëm, nënvizoi kryeministri polak Donald Tusk, presidenti aktual i Bashkimit Evropian. Një ditë më parë, Bashkimi Evropian dha dritën e qile paketës së parë të kundërmasave, ndërsa ishin gati edhe 2 paketa të reja më 15 maj dhe 1 dhjetor me një vlerë totale për 21 miliard eurosh. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.